Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që nuk din të mbajnë sekrete. Në vend të parë, binjakët. Binjakët janë njerëz komunikimi, energjie dhe kurioziteti. Ata nuk kanë qëllim të keq, por kur u thua një sekret, mendja e tyre punon me shpejtësi dhe gjua lëviz akoma më shpejt. Në momentin që diçka është interesante, binjaku e ka shumë të vështirë ta mbajë vetëm për vete. Ata nuk thonë gjithçka, por thonë mjaftueshëm sa të hapet historia. Në vend të dytë, luani. Luani e tregon pa e kuptuar. Luani ka nevojë të flasë, të shprehet, të tregojë historira dhe të jetë në qendër të vëmendjes. Kur diçka ekskluzive bie në duart e tij, ai e përdor shpesh si material bisedash, jo për të prishur punë, por sepse i duket interesante ta ndajë. Luani nuk e ka të fortë privatësinë, ka të fortë dramën, prandaj ndonjë sekret i rrshet shumë kollaj. Në vend të tretë, shigjetari. Shigjetari flet pa filtra, është brutal në sinqeritet, i thot gjëra troç edhe kur nuk duhet. Madje edhe kur është sekreti i dikujt tjetër. Nuk e bën nga ligësia, e bën sepse është spontan, i çlirët dhe nuk i rri mendja tek mos e thuaj. Nëse diçka i duket e vërtetë, ai thjesht e nxjerr. Shigjetarit i del fjala nga goja para se të mendohet nëse duhet ta thot apo jo.